Mirë mroma, shqiptar ku do qeni, sot ka me folë për këtë fjallën angleze, në Shqip i bje qender. E masi kjo fjallë i bje qender në Shqip, atëherë praja bëjmë kështu, e hekmi të në shëndrojna me që, tën me dë, rë në qesmi në fund të fjallës, e në të parafundit dhe pënab qender, a e një të po, vesh me dishkujna po ka dalim. Kuptohet se me kalimin e kohës fjallë ndryshojnë ka pak. Po si do që tjetë, në rënditje është e njëjtë me gjuhën shqipe. Kjo është shembulli i parë i këtij shpjegimi, çfarë shembullin e dytë. Centrat, shembulli i tretë. Centirat. Këtu e kime i, kurse këtu pa i. Une në Kosovë jam rrit me këtu dy fjalë, e kanë kuptimin a e ki në qender, a e ki në pik. Thëshin a ke centrat në qysh, thëshin a ke centirat mirë. Edhe në shkrunit është e njëjtë me anglisht, center, veç e dhe ka aja kanë dalim. Shtrohet pyetja, ç'është është e mundër se këtu dy fjalë pas kanë ekzistuar në truhet tona, që unë jam rrit me këtu dy fjalë, që kanë shkrunit njëjtë në anglisht. Me të gjyqtarëve dhe të etimologëve me dhon këtë përgjigje. Sido që tjetë, fjala center e gjuhës angleze o fjallë shqipe. Për me ditë anglishtën dhe gjuhë të tjera, dush me ditë shqipen. Ju falemnderit.